tonin. Ndaj sot shqiptarët e dallojnë se është më e thjeshtë që të jetosh dhe të ndjesh në Shqip, në Itali, se sa të jetosh Shqip, në Greqi. Dokumentet e vitit 1606 në Palermo, që gjeta gjatë vizitës në muze, por po aq edhe në ish bibliotekën e vjetër, rrëfenin shumë për qëndresën e tyre, po aq sa edhe për respektin e vendasve. Këto janë dy shkresa në gjuhën latine. Sipas Mandala, për çështje taksash ka shumë dokumente të tilla, ndërsa studiuesi Fatmir Toçi më shpjegon se atë kohë Matranga boton veprën e mësueme krishter, që më pas u shoqërua edhe me debate, nëse në kishat e arbëreshve liturgjia do t'ishte greke, latina apo arbëreshe. Sot, pas 600 vjetësh, gjetëm arbëreshen edhe në një kishë aty. Pa mundet lirisht të lutemi shqip në një kish me arvanitasit, vështirë. Disa dokumente në frëngjisht raportojnë madje që arvanitasit arrestoheshin po të këndonin shqip në publik, jo më brenda një kishe të unifikuar bashk. Më 19 tetor 1933 në Margëliç, më saktë në kafenen Bajo Tasinit, Haxhi Sadiku gjend me 10 shok duke kënduar këngë popullore shqiptare, i paralajmëruar nga informatorët. Komandanti i qarkut mbërriti me xhandar dhe i arrestoi. Pasi i keq trajtoi gjatë gjithë natës, policia i liroi të nesërmen duke i urdhëruar që të mos këndonin në publik në gjuhën e tyre të pist. Në vitin 1934 në muajin gusht, Dino Ali Ibrahimi me origjinë nga fshati Mazare këndoi këngë shqipe në vendin e quajtur Puse. Një xhandar e dëgjoi dhe urdhëroi duke i drejtuar pushkën që të largohej nga rruga. Ndërkohë që në ndihmë kanë ardhur vëllezërit e lartë përmendurve, Ethemi dhe Shehu, të cilët ende ishin aty pranë. 3 vëllezërit u arrestuan dhe u keq trajtuan gjatë gjithë natës. Të nesërmen në mëngjes, komandanti i rrethit, një Bozo Zinzori nga Margëliçi, i ekspozoi 3 vëllezërit në sheshin e fshatit dhe në pranitë të gjithë fshatarëve, një xhandar i rrahu derisa ran pa ndjenja. Më pas i transportuan me kal, gjendja e tyre nuk i lejonte me të ecurin. Në burgun e Prevezës, ku në gjykat u akuzuan për kontraband me veprimtari revolucionare. Në Maqedoninë e Veriut, po aq e vështirë ka qenë. Sot pak më e thjeshtë. Fati i ndërtesës që dhunoi her pas here duket si fati i shqipes aty. Ndonse në parlament, vendi kishte jo pak shqiptar. Nga manastiri që quhet edhe Bitola, për ditët e alfabetit, këtë nëntor të 2025-ës, 2 nga delegatët ishin Osi i mjeri politikave të jashtme, profesor Xenofon Krisafi, e Alket Veliu, drejtuesi i Fondacionit Çamria Santasini. Ata ndajnë mendimin, po aq sa edhe shqetësimin, se shqipja për te kufive duhet diskutuar çdo ditë dhe jo vetëm nëntorit të udhës së shkronjave. Alfabeti ishte integriteti i kombit, kushtetuta e qytetërimit shqiptar, sfidues deri në fund kundër kryqëzatave historike antishqiptare. Pas këtij kongresi, gjuha si simbol dhe thelbi më i pazvendësueshëm i kombit u paraqit si një armë strategjike, madje si kushti më i parë dhe më substancial i njësimit politik të kombit. Unë që vjen nga Gjirokastra, ku ka lindur dhe ka punuar Çershi Stopulli, një ndër bashkëpunëtorët dhe miqtë e Muço Qullit, që u vra më 17 korrik të vitit 1915 nga shovinistët malazez në afërsitë ose në periferitë të qytetit të Shkodrës,